Zoti Islami, ke ardhur në një pikë të rëndësishme, duhet thënë, sa i përket rolit të deputetëve, veçanërisht atyre të Partisë Socialiste. A e shikoni mundësinë që një grup deputetësh të shkputen nga ajo via ideologjike, po themi thonjza, që i mban të rreshtuar Edi Rama pas tij, dhe në një moment caktuar të kërkojnë mocion mosbesimi për ta rrëzuar ato në kuvend? Ata nuk kanë nevojë fare të kërkojnë mocion mosbesimi, mjafton të bëjnë dorëheqje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, të dalin grup më vete. S'ka nevojë të bëjnë mocion mosbesimi, se me mocion mosbesimi e voton pjesa tjetër. Sikur gjysma e tij tikin, shkon gjysma e PD-s dhe e mban atë në pushtet. Jo. Të shkëputen 15-20 deputet që dalin më vete, që prishet majoranca atje, dhe automatikisht kalojmë në atë që themi zgjedhje, në krijimin e një qeverie provizore për të përgatitur vendin pastaj për zgjedhje të rregullta, të ndershme, ashtu siç është kërkuar nga qeveria teknike e ndërtuar. Dhe unë se kuptoj pse vonojnë amerikanët, se ata vetë kanë dërguar aty. Derisa e kanë dërguar aty, atëherë duhet t'i japin pushtetit të krijohet qeveria teknike me qëllim që të prishet kjo strukturë poshtë kriminale, slavos komuniste. Zoti Islami, në këtë rast, në këtë rast çfarë është duke bërë Elisa Spiropali dhe Erion Braçë në këtë lloj situate? Gjëra pa vlerë. Pa pesh. S'ka pesh. Asnjëri tjetër s'ka pesh. Po mirë, nuk ka personalitetet atilla Partia Socialiste që ta kundërshtojë Edi Ramën dhe t'i thotë mjaft më? Ato personalitete që ishin vërtet personalitetet të asaj partie, Edi Rama ka eliminuar që para 7-8 vjetë sa u bën. Se kanë ikur të tëra. Dhe Edi Rama ka mbajtur rreth vetes vetëm njerëz që ka komprometuar dhe nuk rrin për arsye ideologjike me Edi Rama, ata i nderuar gazetarë. Ata me Edi Ramën rrinë sepse janë ushqyer prej Edi Ramës dhe kanë ngrënë atë lugën me çorb të prishur dhe tani janë detyruar ta mbajnë të jetën. Ta janë, kjo i mban atje. Megjithatë unë them nuk është vonë, keni bërë ç'keni bërë, erdhë si erdhët, u ndodhi si u ndodhi, ose u ndodhë ku ndodhët, çfarë kushte e keni kohën në dispozicion plotësisht që ta shkarkoni këtë njeri, këtë turp kombëtar që na është ngjitur si mastic dhe këpus për të nëse ma të që thot populli. Dhe të shpëtoj Shqipëria, të shpëtojnë shqiptarët, të kthehen emigrantët, të kthehet pronat e Zoti, të rivendoset qetësia në këtë vend të stërmunduar dhe të anullohen të gjitha marrëveshjet që ka bërë me Çiputut. Zoti Islami, si e shikoni fatin e protestës dhe kush mund të jetë ai lider që mund të marrë drejtimin e protestës? Dhe e shikoni Dritan Goxha një figurë përbashkëtuese në këtë rast? Jo, është shërbëtor i njerëz nga partitë e di vetë ai kush, por për të kam thënë kam konflikt interesi me të nuk flas. Ku e bazoni këtë gjë? Se s'ka një fakt të tillë, ku e bazoni? Po pse çfarë fakt do t'i kuraj nuk del të tregoj se çfarë është kjo përfaqësor? Ç'është do fakti? Të përfaqësor, kush e ka vënë atje? Po. Kush e ka vënë atje? Ka që thjesht. Jo atë. Po të 15. Çfarë hapi duhet ndërmarrë sipas teje? Hapi i ky që ajo protesta të vazhdojë deri në shkarkimin e qeverisë. Jo të Edi Ramës, të qeverisë, të parlamentit. Jo të Edi Ramës, të parlamentit. Dhe ajo kërkesa, ajo që thonë Ramanburg, Berishanburg, ajo është për të shpëtuar partitë. Do më të heqim krerët, po partitë i kemi. Jo, kriminalët më të mëdhenj janë në partitë e tyre. Ata i kanë bërë krimet në Shqipëri. Dhe ata duhet të qërohen nga politika. Po si bëhet kjo, do me thënë, si mund ta bëjnë protestuesit një gjë të tillë? Cilat janë ato aksionet konkrete që duhet ndërmarrin në këtë rast? Shkrirja e parlamentit, presidenti i Republikës e ka në dorë është detyrim kushtetues i tjerë. Po nuk e bën ai. Kurdo? Po nuk e bën. Po do ta bëj se s'bën ai se, o do ta bëj o do t'ja bëjnë pastaj. Po se bën se është në urdhrat e Edi Ramës, siç thoni edhe ju. Unë po ju them që ai këtë duhet të bëj, që të shpëtojnë vendin nga gjakderdhja nga 97 e 2. E ka ai për ta bërë këtë.
do apo s'do do ta bëj me një këmbë duke hedhur valle. Dëgjoti president, se ty të vuri president Edi Rama. Ceremonjes dhe zbato kushtetutës e je roja e kushtetutës. Ti je gardiani i kushtetutës. Dhe kushtetuta këtu është shkelur me 4 këmbë. Është shkelur në 1, 2 dhe 3 kushtetutës. Janë denoncimet e gjykatës kushtetuese. President, të lutem edhe një herë, nuk të lutem, jo, të kërkoj, jo lutem. Lutemi Zotit, ty të kërkoj të zbatosh kushtetutën dhe të dalësh zot vendit. Dil me faqe të bardhë nga ajo pozit ku je. Dil me faqe të bardhë nga ajo karike që je, mos e nxin veten dhe mos u bë bashkëfajtor me Sinalonë e Tiranës. Zot Islami, si e shikoni reagimin e Edi Ramës deri më tani? A mendoni se ka gjasa që ai t'jap dorëheqjen nisur nga kërkesat e protestuesve, por edhe intensifikimit të protestës? Nuk ka nga e mbanej. Mure vete në vend të tia. Ai mbrapa ka gjithë ata deputetët që i bëjnë presion dhe i thonë mos ik, se po ike di vetë se është pret. Por ka edhe oligarkët të cilëve u ka borxhe. Po ka edhe bandat kriminale me të cilat ka bashkëpunuar. Ai është në hall të madh. Përballë ka protestën. Unë kam dhënë një rrugë atij, po ai nuk po kupton se ku ndodhet. I kam thënë merr avionin ik në Izrael. Kështu që ai duhet iki. Tiki të ratisje dhe të hap rrugën vendit për të zgjidhur problemet e mëdha në cilën e ka zhytur. Po kur mendoni se do të largohet Edi Rama? Se njerë u shprehet që do të largohet që në fillim të korrikut. Dhe tashmë ai vion të jetë kryeministër, madje ka deklaruar ditën e djeshme që vitin e ardhshëm do të presë edhe samitin e NATO-s në Tiranë. Dëgjoj, do ta ilustroj me një anekdotë. Dikur një cjap doli në majë shkëmbit edhe u ka pandis tha si e kam të mjekën tha për të bërë prift. Pak më tutje ishte ujku. E dëgjoj ti i tha, po të lash gjallë unë ty, tha, bëju dhe despoti, tha, jo prift. Edhe Edi Rama, po arriti të mbetet në pushtet deri atëre Allah dhe past. Po kush është ujku në këtë rast? Populli. Protesta. A mendon se nga dele do të bëhet ujk? Nuk janë dele, jo, e keni gabim. Jo, zotri, nuk është popull dele. Është popull i edukuar me të vërtetë dhe tregoi e ngriti nivelin dhe të prestigjin në botë të shqiptarëve në nivelin maksimal të mundshëm. Shqiptari. Se shqiptarët mund ta bënin dhe si Nepali. Por i thamë botës drejtëruar. E kisha fjalën në kuptimin politik të kuptimin politik janë. Jo, janë kuptimin politik dhe politika, jo. Ai di ç'është lufta. Vazhdimi diplomacisë me mjete të forta. Tani jemi në kushtet e diplomacisë dhe po i themi ik, largohu. Kaq, po s'dëgjoj, pastaj do vemi te mjetet e forta. Ore do shkoj populli, nuk e mban dot popullin se i ka vajtur tek s'man më. Ndaj është në rrugë. Ndaj në këtë pikë vape atje vend që të gjithë. Dhe dua të denoncatës ato parullat Shqipëria e re, ta heqin atë se është një turp. Ta heqin dhe atë këngën që i thonë Edi Rama jep dorëheqjen, të heqin ato pistoqe. Shqipëria është e vjetër zotëri 10.000 vjeçare. Nuk është Shqipëri e re, po Shqipërinë e re duan ta thonë këta që në shikon se ne do ngrëm një Shqipëri të re tani e bëjnë të dy. Domethënë Partia Komuniste Shqiptare që është e grupuar në dy parti, e ndarë në dy parti, PDPS, po janë komunistë shqiptarë. Zot Islami, në këto kushte që ndodhet Edi Rama, por edhe në një rast caktuar, nëse ai jep dorëheqjen, a mendoni se do të përballet me drejtësinë dhe çfarë po bën SPAK-u që kur ka nisur protesta deri më sot? Ai prandaj nuk jep dorëheqjen, se i di që po dha dorëheqjen do vete SPAK-u automatikisht me njëherë. Organizatorët e protestës kanë dërguar librin e Edi Ramës, Albanian Files, në SPAK. Në këtë rast, a mundi hap punë vetë Edi Ramës ky lloj libri në mënyrën se si i vendoste raportet me arkitektët për ndërtuar kulla në Shqipëri? Patjetër. Ai është për të dënuar me burgim të përjetshëm. Është për të dënuar me burgim të përjetshëm.
për krimet që i ka bërë ekonomisë dhe vendit shqiptar. Megjithatë, do presim spaku të veproj, spaku e paguajnë amerikanët, zotëri. Dhe unë prapë bëj thirrje atyre zotërive të ambasadës amerikane. Merrni situatën në dorë përmes spakut të dënohen kriminalët dhe hajdutët. Na shpëtoni nga kjo oktapod që ka zënë populli shqiptar për fytyrë dhe nuk e lëshon.